Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Mirëmbrëma, mirë se vini në këtë episod të veçantë. Do të nisim një udhëtim imagjinar në kohë, drejt oborit të Versajës, ku do takohemi me një nga figurat më të njohura dhe misterioze të historisë. Marie Antoinette, një grua e cila ka frymëzuar libra, filma dhe legjenda, e njohur për elegancën, luksin dhe tragjedinë e saj personale. Sot do të përpiqemi ta shohim nga afër, jo vetëm atë, por dhe mendimet, emocionet dhe sfidat, jo vetëm si një mbretresh, por edhe si një grua që jetoi në peshën e pritshmërive dhe gjykimeve të kohës. Qëndroni me ne, ndërsa eksplorojmë botën e saj të brendshme dhe historinë që ende na ma gjeps. Marie Antoinette, kush jeni ju? Dhe pse ende ma gjepsin njerëzit më shumë se 200 vite pas vdekjes suaj? Do ta nisim që nga fëmijëria? Do na tregoni pak si ishte ajo? Emri im i plot është Antonia Josefa Johana. Linda në Vjenë më 2 nëntor 1755. Isha fëmija i 15 i Maria Terezës dhe perandorit Francesc. Familja ime ishte e qetë, me një edukim tipik aristokratik për vajza, duke u përqendruar në parimet fetare dhe morale, ndërsa vëllezërit studionin më shumë lëndë akademike. Edhe sot njerëzit më gjepsen nga bota e pasur ku jetova dhe nga stili im i jetës. Ishte një botë plot shkëlqim dhe elegancë, dhe unë u bëra një ikon mode, ashtu siç isha edhe në shekullin e 18. Po mund të na tregoni se si ishte ardhja juaj në Francë?
Mbërrita në Francë vetëm 14 vjeç për t'u martuar me Luigjin e 16, që ishte një vit më i madh se unë. Martesa jonë ishte një aleancë diplomatike dhe vitet e para ishin të vështira, të shënuara nga diskomforti dhe distanca. Luigi më takoi për herë të parë më 14 maj 1770 dhe ai e shënoi këtë në ditarin e tij si intervistë me Madame Le Dauphine. Po udhëtimi juaj drejt Francës ka qenë i vështirë, më trego pak për gjendjen për përjetimin tuaj. Udhëtimi nga Austria zgjati gati 3 javë dhe ndalova në qytete si Nancy, në Lorraine, kur mbërrita më detyruan të vesh një fustan francez në vend të fustanit të nuseris të modelit austriak dhe thuhet se kjo më bëri 1000 herë më simpatike. Besoj. Turmat më brohorisnin gjatë rrugës për të takuar burrin tim të ardhshëm. Po dasma juaj, besoj kjo do ketë kuriozitet të madh. Më shumë se 5000 të ftuar ishin prezent. Ecëm në sallën e pasqyrave drejt kapelës së Versailles, me daullet dhe flautët që luanin, e më pas festuam me valle, bankete, opera, shëtitje me varka dhe një shfaqje fishek zjarësh me 20.000 raketa të ndjekura nga 200.000 njerëz. Lui shkroi: dasma ime, apartamenti në galeri, kostia mbretërore në sallën e operës, romantike. Jo shumë. Po marrëdhënia juaj me mbretin si ka qenë, sepse thuhet që me ju mbase nuk e keni dashur fort, keni pasur të dashur të tjerë, më trego pak realisht. Në fillim nuk ishte shumë romantike. Ne të dy ishim të turpshëm dhe të papërvojë, dhe martesa nuk u konsumua deri në 7 vjet pas natës së parë të dasmës. 7 vite pas. Po, thuhet se ai kishte një problem fizik, por më së shumti ishim të paqartë, ndoshta të trembur nga kureshtja e oborit. Megjithatë, me kalimin e kohës u afruam dhe u bëm të lidhur. Më pëlqente të festoja, ndërsa ai punonte gjatë gjithë ditës. Një vit pas ngjitjes në front, pata vajzën time të parë, Marie-Thérèse Charlotte. Dhe çfarë ndodhi pas lindjes së vajzës suaj? Pata dhe 3 fëmijë të tjerë. Po? Me kalimin e kohës, njerëzit filluan të më urrenin, duke më sharë, duke më fajsuar për krizën financiare të Francës. U shpall gjithashtu një akuzë rreme për vjedhjen e një gjerdani diamantit, të cilën nuk e bërau. Po për rutinën tuaj të përditshme, mund të na tregoni disa detaje si ishte ajo? Çdo moment i ditës ishte publik. Ngrihesha në agim, e veshur me një këmish liri që mbaja deri në qafë dhe bëja banjë çdo ditë. Lui vetë mbante një regjistër të aktiviteteve dhe dihet që ai gjatë 26 viteve bëri vetëm 43 banjë. Në Francë atëherë nuk ishte modë të laheshe shpesho. Banjoja ime përbohej nga një përzierje bimësh të veçanta, krip, majdanoz dhe shpesh e kombinoja me parfume. Disa herë madje merrja mëngjesin brenda banjës. Sa bukur. Mirë, po stili juaj i veshja, si ishte moda juaj? Flokët e mi ishin një deklarat. Pufi lart, zbukuruar me gjithçka, nga shufra dhe shkrepse deri tek miniskipet. Fustanet e mia ishin luksoze, të gjëra, me panjer, ndërsa flokët ngriheshin pika-paka dhe shpesh përdornim ngjyra si blu, roz, lila dhe ari. Mbaja grimin e zbukuruar, buskuqin nga mishi dhe lulet, dhe koleksioni i këpucëve ishte masiv. E dini? Jo. Deri 500 palë. 500 palë. Por stili im ishte një revolucion në vetvete. Unë prandaj quhesha Madame Deficit për shpenzimet e mëdha. Po dhe me këtë fakt me shumë siguri keni nervozuar mira qytetar të Francës apo jo? Po skandale të rënda gjatë asaj periudhe ka pasur Marie Antoinette? Po, një skandal i madh ishte ai qafore së vjetër. Që macek edhe më herët, Po, edhe pse doli se unë isha e pafajshme, reputacioni im në fakt u dëmtua shumë. Po ashtu shumë thashë theme lidheshin me dashnorë të ndryshëm, por shumica ishin lajme të rreme. Ata mendonin se pata një të dashur suedez, Konta Axel von Fersen, por vetet në kuadrin e thashë themet, apo jo? Po ju si nën, si ishet ju? Unë isha e përkushtuar, linda 4 fëmijë, por vetëm vajza e madhe Marie-Thérèse Charlotte mbijetoi deri në moshën e rritur. Kam adoptuar fëmijë të tjerë duke përfshirë një djalë nga Senegali dhe 3 vajza të tjera jetime. Isha e ndjeshme ndaj nevojave të fëmijëve dhe shpesh prehesha me dashuri në letrat e mia për ta. Po revolucioni francez, shkojmë tani pak më në politikë,
Në vitin 1789, Asamblea Kombëtare u formua nga përfaqësuesit e të 3 shtresave. Shpenzimet e mia dhe kriza financiare e Francës nxorën popullin në rrugë, ju e dini tashmë. Marshimet e dhunshme dhe rebelimet e popullit ishin vetëm fillimi i revolucionit. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Burri tuaj, Luigi të 16, pse ju preko kamari? Luigi trashëgoi një vend pothuajse të falimentuar. Ekonomia dhe papunësia u përkeqësuan, çmimet e bukës u rritën, edhe konventa kombëtare e shpalli Francën, Republikë mos harrojmë. Ai u gjykua për krime kundër popullit dhe u ekzekutua më 21 janar 1793. Marie Antoinette, a mendoni se keni marrë kohën tuaj si të mirëqen, si mbretëresht pra? Po. Unë kam shijuar jetën time dhe festat. Ndoshta nëse do të kisha mundësi të kthesha, do të merrja vendime më të monçura. Sigurisht. Do të cilja më shumë si mbretëresh, por Po disa mite të cilat kanë qarkulluar për ju në atë kohë, mund t'i përmbledhim? Një mit ishte se vodha një gjerdan diamanti, gjë që nuk është e vërtetë. Tjetri, më i famshëm, është le të hanë ëmbëlsira, që nuk e kam thënë kurrë në jetën time. Kjo është po shpreha juaj tipike e cila është atribuar ju, le të hanë ëmbëlsira, apo jo? Si ndiheshit kur humbët gjithçka
pra si ndihesh, Marie Antoinette, nëse do të humbje gjithçka? Isha mbretëresh dhe më morën kurorën. Isha grua dhe më vrat burrin. Isha nën dhe më privuat nga fëmijët. Vetëm gjaku im mbetet. Merre, por mos më bëj të vuaj gjatë. A ka diçka të re ende në botë, Marie Antoinette? Nuk ka asgjë të re përveç se asaj që është harruar. Po gjërat të cilat ndodhin rreth jush si përjetonin? I kam parë të gjitha, i kam dëgjuar të gjitha, i kam harruar të gjitha. Po vuajtja, si e përballon? Kuraj. E kam treguar për vite me radhë. Mendoni se do ta humbas kur vuajtjet e mia të mbarojnë? Marie Antoinette, a do të thotë që e doni modën aq shumë deri në çfarë pike? Është e vërtet që jam disi e dhënë pas veshjes, por sa i përket pendëve, të gjithë i veshin. Duke i jashtëzakonshme, nëse nuk do ta bëja unë, Marie Antoinette. Po për shihet e mbretit, çfarë keni menduar, si e keni gjykuar? Shihet e mia nuk janë ato të mbretit i cili nuk ka asnjë përveç gjuetis dhe punës si mekanik. Kaq kishte mbreti, Po. vetëm të bënte gjueti dinte ai. Po për ju çfarë mendonte që ishit kaq shumë edhe pas luksit? Ju mbështeste? Me siguri që po. Besoj. Shpeshër po. A keni kërkuar ju, Marie Antoinette, këshilla nga të tjerët? Mund të jesh e sigurt se nuk kam nevojë për udhëzimin e askujt për asgjë që ka të bëjë me korrektësi. Më pëlqen. Po për nënën tuaj, shkojmë pak tek ajo, kthehemi mbrapa sepse e di që keni pasur marrëdhënie shumë të fortë me të. Mamaja ime e dashur ka shumë të drejtë kur thotë se duhet të vendosim parime e të mos largohemi prej tyre. Mbreti nuk do të ketë të njëjta dobësi si gjyshi i tij. Shpresoj që ai të mos ketë të preferuar, por kam frikë se është shumë i butë dhe shumë i lehtë. Mund të mbështeteni tek kjo se unë nuk do të tërheq mbretin në shpenzime të mëdha. Si e perceptoni u vlerën e këshillave dhe njerëzve rreth jush, Marie Antoinette? Është një tip i mahnitshëm në karakterin francez që ata e lën veten të largohen kaq lehtë nga këshillat e këqija e megjithatë kthehen po përsëri kaq shpejt. Është e sigurt se meqense këta njerëz jashtë mirimit të tyre na kanë trajtuar kaq mirë, jemi edhe më të detyruar të punojmë për lumturinë e tyre. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit,
ressens dans moi mon cœur qui bat. Po për lidhjet familjare në vendin tuaj, si ndiheni? Keni diçka për të na thënë? Do të më bënte padrejtësi të madhe të mendoja se kam ndonjë ndjenjë indiferencë ndaj vendit tim. Kam më shumë arsye se kudo tjetër të ndjej çdo ditë jetësime vlerën e gjakut që rrjedh në venat e mia. Edhe vetëm nga maturia ndonjëherë përmbahem nga të treguarit se sa krenare jam unë për këtë. E çfarë studimesh ju kanë tërhequr ju, Marie Antoinette? Unë kam filluar historinë e Anglisë të zotit Hume. Më duket shumë interesante, megjithëse është e nevojshme të kujtoj se është një protestant ai që e ka shkruar apo jo. Po. E si vlerëson marrëdhënien me fqinjët dhe vendet e tjera? Bredi Prusis është natyrshëm një fqinj i keq, gjithmonë për ne. Por edhe anglezët do të jenë gjithmonë fqinj të këqij për Francën. Edhe deti nuk i ka penguar kurrë ata të bëjnë të keqen e saj të madhe. Do shkojmë sërish tek familja juaj, për vllajën tuaj në këtë moment, si ndiheni në raport me të? Më vjen keq për vllajën tim Ferdinand, duke e ditur nga ndjenjat e mia sa e trishtueshme është të jetosh larg familjes. Po reagimi juaj ndaj popullit të varfër kur shkoni në Paris? Ne hym në Paris. Sa për nderimet morëm gjithçka që mund të imagjinonim, por ato megjithëse shumë të mira në mënyrën e tyre, nuk ishin ato që më prekën aq shumë. Ajo që më preku vërtet ishte butësia dhe serioziteti i njerëzve të varfër, të cilët pavarësisht taksave me të cilat janë të mbi ngarkuar, mbushën me gëzim kur na pan rrugëve. Për ata të cilët nuk e din, si ka përfunduar jeta juaj, Marie Antoinette? Revolucioni francez ndryshoi fatin tim. Nga luks dhe shkëlqim, përfundova në urrejtje publike, burgim dhe në fund ekzekutim me giotin më 16 tetor 1793, në moshën 37 vjeç. Veshja ime për ekzekutimin ishte e thjeshtë, e bardhë, një ndryshim dramatik nga lavdia ime më parshme, por me një shprehje të dinjitetit tim. Më pas, trupi im u hodh në një varr të pa identifikuar dhe 22 vite më vonë u rivarosëm me Louis në Bazilikën e Saint-Denis në Paris. Marie Antoinette, faleminderit. Merci a vous. Dhe kështu i dashur mik përfundon takimi ynë imagjinar me Marie Antoinette, një grua e cila pavarësisht shekujve, të cilët na ndajnë, vazhdon të na sfidojë të kuptojmë jetën, zgjedhjet dhe pasionet. Historia e saj na kujton se pas çdo froni dhe luksi shihet një njeri me ëndra, frikra dhe një zemër që ndjen. Shumë faleminderit që ishit me ne në këtë udhim të veçantë në kohë. E deri në episodin tjetër mbani kuriozitetin gjallë dhe pyesni gjithmonë më shumë, sepse çdo histori ka dimensione që presin të zbulohen. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment
dire que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Pas grand-chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible? Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.